Përshëndetje nxënës të klasës së 6. Do të njihemi sot nga lënda e matematikës për një njësi mësimore, e cila titullohet Shndrrimi i njësive matëse njëra në tjetrën. Do të thonë, do të shohim se si shndrohen njësitë matëse nga njëra në tjetrën, nga më e madhja në më të vogël dhe ana sjellës. Për fillim që të kemi më lehtë atë se si shndrohet njësitë matëse nga njëra në tjetrën, ne do të shohim dy përfundime të cilat do të na ndihmojnë në punën e më tutjetshme gjatë këtij mësimi. Si përfundim i parë është se kur shndrojmë nga njësia matëse më e madhe në njësi matëse më të vogël, bëjmë shumëzimin me 10, 100, 1000 e kështu me radhë. Me thënë, gjatë shndrimit të njësisë matëse nga më e madhe në njësi matëse më të vogël, bëjmë shumëzim. Ndërsa, kur shndrojmë njësi matëse nga njësia më e vogël në njësi matëse më të madhe, bëjmë pjestimin me 10, me 100, me 1000. Duke ju bërë apel, ose duke ju thirrur që t'i mbani mend këto dy përfundime, ne do të vazhdojmë me mësimin më të tjerë. Në tabel janë të paraqitura disa njësi matëse. Me thënë, kemi në kolonën e parë ose në rreshtën e parë kemi milimetër, centimetër, metër dhe kilometër. Do me thënë, nga njësia më e vogël duke shkuar në njësinë më të madhe. Në rreshtën e dytë kemi njësitë matëse për masa, miligram, centilitër, gram dhe kilogram. Dhe e treta kemi mililitër, centilitër, litër dhe kilolitër. Me anë të një grafikoni ose disa shigjetave, do të shohim se kur i shndrojmë nga njëra tjetrën si veprojnë. Kur njësitë matëse më të vogla i shndrojmë në njësitë matëse më të mëdha, atëherë pjestojmë thamë me 10, me thënë milimetri në centimetër pjestohet me 10, centimetri në metër pjestohet me 100 dhe metri në kilometër pjestohet me 1000. Gjithashtu vlen edhe për miligramin, centigramin, gramin dhe kilogramin dhe mililitrin, centilitrin, litrin dhe kilolitrin. Me thënë, pjestohet për kalimin në njësi më të madhe. E kundërta e kësaj, kur shndrojmë në njësi nga njësia më e madhe në njësi më të vogël, për shembull nga kilometri, kilogrami ose kilolitri, shumëzojmë me 1000, falni. Pastaj, nga metri, grami, litri në centimetër, centiligram dhe centilitër, shumëzojmë me 100, kurse nga centimetri, centigrami dhe centilitri, kur shndrojmë në milimetër, miligram dhe mililitër, shumëzojmë me 10. Kjo është pra ajo që mund të shihet si pasqyrë e shndrimit të njësive nga më e madhja në më të vogël dhe anasjellës. Të kalojmë tani në shembuj konkret. Shndro 5 kg në gram. Me thënë 5 kg, duke e ditur se 1 kg ka 1000 gram, atëherë 5 kg kur ta shumëzojmë me 1000, do të fitojmë se 5 kg janë të barabarta me 5000 gram. Shembulli i dytë. Shndro 87 cm në metër. Ne e dimë se 1 metër ka 100 cm. Prandaj gjatë shndrimit të njësisë më të vogël në më të madhe, thamë se do të bëjmë pjestim me 100. Prandaj 87 cm do ta pjestojmë me 100 dhe do të fitojmë 0,87 metër. Do me thënë 87 cm është e barabartë me 0,87 metër. Shembulli i tretë. Sa litra ka nën A 1000 ml, nën B 5000 ml. Duke e ditur se 1 litër ka 1000 ml, atëherë 1000 ml do të pjestohen me 1000 dhe do të fitojmë 1 litër, që do të thotë 1000 ml është e barabartë me 1 litër. Ndërsa 5000 ml, kur do ta pjestojmë me 1000, do të na dalë se është e barabartë me 5 litër. Shembulli numër 4.
Sa gram ka në A 1 kilogram, në B 29 kilogram. Dhe me thënë kilogramin duhet të shëndrojmë në gram. Njësinë më të madhe duhet të shëndrojmë në njësi më të vogël. Në zgjidhje do të kemi se duke ditur se 1 kilogram ka 1000 gram, atër 1 kilogram herë 1000 gram do të jetë 1000 gram. 29 kg herë 1000 gram bëjnë 29.000 gram. Kjo është pra shëndrimi i njësive në njëra në tjetrën. Mësimin në libër e keni në faqe 36, ku për ushtrime mund të merrni detyrat 1 dhe 3 në në të njëjtën faqe. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në prezentimet tjera.